gjuna. Për shembull, kur njeriu e mohon Zotin, mos ani të skiqish mi thonë nëse ban çka gjuna, ja Allah dhe ka mohut ti. A keni pa disa fatkeqësisht, donjëherë shkoj ti thonë ai kurkun nuk ka, jashtë feja. I pëlqen këto i thonë mloj, jo, çka më mloj ajo? Se e më mloj, çfarë më bëj? Çfarë më mloj më? Po si beson Allahut hiç. Hiç si beson Allah. Shumë ai si beson te Allahut, ai s'ka madhnim për Allahun, për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. S'ki diçka më thonë, ani do më të mëjëm shkoj leje cigare vëlla. Unë pe me cigare kënaqu. Ti një dush me besu Allahun e pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e imanin e ahiretin e xhenetin e xhenemin. Apo, tash nuk janë të vol për dispozitën e cigarit, kemi kallëzuar që ajo me kru afër haramit në aspektin financiar. Mirë po, duhet me pas një renditje dhe nuk vlen ajo çka thamë pendojë pis do gjunat, ajo vlen për ti si njeri, çka të mundesh me lanë le. Ama kur të thirrësh, shëtiri njeri që s'beson më në Allah, e beson ajo, besojnë Aleksandra të mdoj, besojnë, mos anë këto pastaj mloju, që ka mu mluar ajo, ku çkoja me mbules. Për këtë duhet me pas një renditje, besoj njërë Allahut, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, besoj sharteve të imanit, besoj në Islam, hin në Islam, e mësanena meran. Mësanena është apsone dhe pa mbules, nëse i e tamam, e tjetë gjuna i mbulesës. Ama nuk ban me zënjëze, nuk ban me na me trajtua që ka s'beson se po beson. Këta dhe zërfut në kohë. Nuk ban na dritat e reflektorave të emisioneve në ban. Apo, sikur që i shifnin në zënjëzë këto emisione, fatkeqësisht shkojnë të thrasin o xhallar, e që normal, që ato xhallar shkojnë përgjigjen atyre kanë përgjithësinë vet, pastaj shkojnë ato thirrin vëllezër, a mundi para mendu, lavire të vendeve publike. Pa kur farturpi. Diakon Hoxha sot e ka thirr lavirën. O vëllezër, haram me shkon ato emisione. Haram me shkon ato emisione. Dhe wallahi çati s'ka kallzu kur kush fe. A dia ka po çevën atë emisionit. Atë emisionit kur gjatë tjetër. Do të shkuo xhelozia për fe. A ki shku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam çati? Nuk kanë gjallë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. A ju ki shku çati me çati? Ku mbledhen lavirët. Nëse të dikush thot po le ta marrë përsipër deri në kiametin. A ki shku Omar ibn Khattabi çati o vëllezër? A ki shku Omar ibn Khattabi çati? E pastaj aty, po nuk të ma bekush me dalat në emisionin. Po e morën qaf fen islame. E morën qaf muslimanët. Apo, nuk mundet me Hoxha me shku me një vend ku gjerë lavirët janë konë, se sot lavirët t'i vinë, dhe zërë. Se, kjo fejo. Andaj, dikush ka s'beson, pëse na dojna me imponue që a i beson, a dhe s'e flet gjuhën tona? A dhe s'e flet gjuhën tona? Gjuhën dhe nuk ban musliman. Ka arab qafira, ka musliman shqiptar. Ka shqiptar, musliman. Elhamdulillah, na jemi musliman. Dhe ka arab qafira, që besojnë Allahu subhanahu